Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, ka dhënë pretencën për Samir Rosales Rodriguez, i cili kishte rolin e kimistit që do të ekstradonte kokainën nga laboratori i Frakullit në Fier. Prokurori Adnan Xholi kërkoi dënimin me 14 vjet burg të Rodriguez dhe tha gjykatës se autoritetet po presin ekstradimin e të pandeurit. Ai u arrestuan në Kolumbi më 4 shtator të vitit të kaluar. Sipas hetimeve, Rodriguez udhtoi nga Kolumbia drejt Greqisë mëtej në Malin e Zi dhe në Shqipëri. Detyra e tij ishte të nxirrte kokainën e përzier me ple organik, e cila llogaritet sipas SPAK të ishte afro 480 kg. Sipas SPAK, Samir Rosales Rodriguez akuzohet për kryerjen e veprave penale trafikimi narkotikëve kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, grupi i strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbylli hetimet në ngarkim të ish kryetarit socialist të ish komunës Frakull në Fier, Viktor Çervanaku, dhe 10 personave të tjerë në dhjetor 2023, të cilët akuzohen për trafikim nga Kolumbia të 485.5 kg kokainë të përzier me ple kimik. Dosja e laboratorit të kokainës në Frakull të Fierit konsiderohet një nga goditjet më të mëdha të SPAK ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës. Operacioni u zhvillua në nëntor 2022 në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, partnerët ndërkombëtar dhe agjencitë ligjzbatuese të huaja, duke çuar në zbulimin e një laboratori të ngritur në pronën e ish kryetarit të komunës në Frakull, Viktor Çervanaku. Sipas hetimeve, organizata kriminale kishte trafikuar nga Kolumbia drejt Europës një ngarkesë me 485.5 kg kokainë të fshehur në ple organik artificial. Sa kishte kaluar fillimisht nga portet e Amerikës Latine drejt Greqisë dhe Malit të Zi, përpara se të mbërrinte në Shqipëri, ku droga do të ndahej nga përbërja kimike në laboratorin e Frakullës. Në këtë skem, kolumbiani Samir Rosales Rodriguez kishte rolin kyç të kimistit. Sipas SPAK dhe autoriteteve kolumbiane, ai ishte specialist në procesin teknik të nxjerrjes së kokainës nga materialet ku ajo fshihej dhe kishte mbërritur në Shqipëri, pikërisht për të drejtuar procesin e përpunimit të drogës. Rodriguez arriti të shpëtojë operacionin të vitit 2022 dhe për disa vite qëndroi në kërkim ndërkombëtar. Ai u arrestuan në Kolumbi në shtator 2025 pas një operacioni të koordinuar mes Interpolit, autoriteteve kolumbiane, ekuadoriane dhe ato shqiptare. Ndërkohë në Shqipëri, gjykata e posaçme dënoi 10 të pandeurit e dosjes, mes tyre dhe ish kryekomunari Viktor Çervanaku dhe familjarë të tij. Hetimet e SPAK kanë vijuar edhe pas vendimit, duke identifikuar persona të tjerë të dyshuar si pjesë e rrjetit që organizoi trafikimin e kokainës nga Kolumbia drejt Shqipërisë.